Miqtë e emisionit Fol Përshëndetje. Kemi ardhur në fshatin Orman Pojan. Është një nga fshatat më të mëdhenj e njëherëzi më të goditur të Korçës. Në përmbytjet e fundit janë shkatruar prodhimet në këtë fshat, por jo vetëm, sepse edhe para përmbytjes ky fshat ka vuajtur, sepse prodhimet kanë mbetur stok. Kanë mbetur stok nga prodhimi i huaj që hyn përmes doganës në dëm të prodhimit vendas. Ne ndodhemi në -3, -4. Në erë, kam mbledhur disa fermerë të cilët do na flasin për problemet e fshatrave të Maliqit. Maliq që u përmbyt komplet, u bë det, sepse u qa argjinatura e devollit. Por këto probleme ne do donim që t'i trajtonim me më shumë fermerë, por çuditërisht, fermerët që ishin mbledhur sot para bashkisë së Maliqit, në një moment hezituan të flisnin. Një pjesë e tyre nuk pranuan të mbyllin gojen. Ata janë sot me ne dhe do flasin troç në emisionin Fol. Përshëndetje. Ju kërkoj shumë ndjes që ju ka mbledhur në këtë temperaturë kaq të ulët, tmerrsisht ulët, por sa gjëra do i themi. Do i themi troçsisht, flasim gjithmonë Fol. Faleminderit që neve ju falenderojmë juve. Ja. Që erdhë këtu, ta vini këtë hall ton, ta bëni publik, që edhe neve të ndjemi që kemi një dritare ku trokasëm, edhe të shpalosëm hallet tona që kemi. Faleminderit ju, gjithmonë njeriu që flet, asnjëherë nuk humbet. Nuk është halli vetëm për 5 veta, për 10 veta, apo sa jemi ne këtu. Këtu halli është i përgjithshëm. Po, ca kanë turit të dalën e ca s'kanë turit të dalën. Ta themi kështu, si që e themi këte nga në tona. Ata që s'kanë turit të dalën, janë qepur pas një 5 vjeçke që ja jepa ju kryetari bashkisë këtu, apo da qajtoni andej devollit, që i mban se ajo me pikatoret. Njerëz duhet kënë dignitet e duhet të flasën, hallet t'i shtrojnë ashtu si që janë. Pa u trembur edhe t'i jenë vetja. Ce të bëjmë neve si të kote në Verogjës? S'kini buko? Kemi. Kini tani o kemi? Jo, s'kemi. Halli këtu është, mos dalën beharit ata edhe të vrasën miza dhe për zyrat e tyre, po të dalën këtu të përfushë, të shkojnë pikat nevralgjike që janë për kullimin e tokave, të vend pastrojnë kanalet, se fundja fundit po paguajmë taksën neve. Neve vaditëm me pompat e naftës edhe paguajmë taks qarkullimi atje. Taks ujë. Vaditëm me pompari që i heqëm zvarë pompat. Taks qarkullimi ke nafta, po? Paguajmë taks qarkullimi neve atje. Po, ju e kërkuar dhe pa aksizat edhe s'ju adhan kur. Po nuk na mbështet njeri, të ri me thoi një mbështjela ju 16 vjetë dë pushtet, duhet kthehete në qikte nga neve. E të e, javasho, ky popull tash i këto që po thotë, ka apo s'ka të drejtë? Ja takse 16. Po 16, 12 i bërë, ja e 4 të tjera se lodot për vendit, vetëm dhe marqin ata për lecke që andej. E ti thonë he? E drejt. Tani vim tek halli juaj. Sa toka u përmbytur këtu? Po thojim dhe si përfaqa. E gjitha? Tërë tokat. 100%. Pra, këtu ku jemi ne u bëdet? Jo, po, këtu ku jemi ne u bëdet? Si 80% të tokë, 80% e tokave u përmbytnë. Kënet. Kënet, jo det, se deti është Këtu fajt. Behari, kurse dimri bëhet kënet. Kënet. Nuk ka rëndësi vajti uja gjërë këtu, apo vajti gjërë këtu. Po përmbyt kaq, gruri mbaron. Çdo gjë që është mbjellë për ato dimroret, edhe vjeshtën, patatet i marri hodhë. Ajo që duhet ishte këtu ajo djali që e kemi shoqë të mirë, duhet ishte këtu ajo plafos gjere gjatë. Ja, kush patati aty? Kemi. Kam birë patatja në magazin. Ati tjetrit ju përmbytën atje. Vajti, s'ke që do me atë patate, u bebalt ati që darët ajo. Ajo po ira ujt, patatja mbaron. Erën e dytë, u mbollë tokat grurë, u qanë, që u prisha ju grurë. E mbollë për së dyti, një të përmbytur gjene u prishnë. Qaro ta bej? Ajo tjetri kishte misër dhe për tokat. Misri vajti mbi kalep.
Ja që u myka yu misër, ja sa e ta yu misër. As pullat nuk janë atë, pale baktia.